Një ngjarje e rëndë kriminale është zbardhur nga policia e Lezhës në fshatin Fush Mamurra Skurbin, ku një 85 vjeçare dyshohet se është vrarë nga vajza e saj. Sipas hetimeve, shtetësja me inicialet DSH ka humbur jetën si pasojë e goditjeve me thikë, ndërsa fillimisht rasti është raportuar si vdekje natyrale dhe nuk është njoftuar policia. Nga veprimet hetimore rezulton se autore e dyshuar e ngjarjes është vajza e viktimës, shtetësja Violeta Shpani, 57 vjeçe, e cila jetonte në të njëjtën banesë me të ndjerën dhe dyshohet se vuan nga problemet të shëndetit mendor. Në vijim të hetimeve, policia e Lezhës ka ndaluar 57 vjeçaren e dyshuar për veprën penale vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. Si provë materiale është sekuestruar edhe thika, së bashku me prova të tjera që lidhen me ngjarjen. Gjithashtu, materialet procedurale janë referuar në gjendje të lirë edhe për shtetasen AL me detyrë mjeke për veprën penale shpërdorim detyre pasi dyshohet se ka plotësuar aktin e vdekjes, duke cilësuar si vdekje natyrale dhe pa njoftuar organet e rendit. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes.